Wa rahmetullahi wa barakatuhu, të quës të ndëruar dhe shikues të ndëruar. Mirë se vini në emisionin ton të radhës ku sonte kemi hoxhën Bashkim Aliun në lidhur me temën pra si po shihni edhe në ekranet toja, mësime nga rrugëtimi i hijretit. Hoxhë vendim mirë se erdhë, asalamu alaikum dhe një. Wa alaikumus salam për ju dhe për gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Keni zgjedhur sonte temën do të mësime nga rrugtimi i hijretit. Mund t'ja fillosh pa marrë kohë as pak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqerta i takojnë të madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Pra edhe një herë selamu aleikum për të gjithë, paqja e Allahut qoftë mbi ju. Normalisht marr parasysh se hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij normalisht është marrë si bazë për numërimin e viteve në kohën e Hazreti Omerit dhe në bazë të saj është bë edhe kalendari islam. Është e rëndësishme që të flitet për disa mësime të rëndësishme që dalin nga ky udhëtim. Normalisht hijreti është shkollë në vete dhe jo rastësisht është marrë si piknisje për numërimin e viteve për kalendarin islam. Pra, aty ka patur edhe propozime tjera, ka patur mendime tjera, megjithatë në fund kanë rënë dakord që të merret hijreti dhe kjo është ajo që e bën këtë ngjarje të rëndësishme dhe e bën këtë ngjarje si një lloj burimi të urtësive, të porosive për të gjitha kohrat. Nëse kthehemi në rrjedhën e rrugtimit të hijretit, do të shohim se mund të ndalemi në disa stacione, kështu të themi, që kanë të bëjnë me hijretin. Pra në disa momente të rëndësishme, të cilat momente reflektojnë edhe sot në kohën tonë dhe na ushqejnë në fakt me porosi, me mesazhe, me urtësi edhe në kohën tonë. Dhe janë të lidhura shumë edhe me këtë kohë. Realisht sa që njeriu pra ndonjëherë edhe nuk i besohet edhe thot mos vallë kanë qenë pikërisht mesazhe për kohën në të cilën jetojmë ne, edhe pse hijreti ka ndodhur pra shumë përpara vitin 622. Momenti i parë që dëshirojmë ta theksojmë në rastin e hijretit është ai se i dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, kur shkoi në hijret, nuk shkoi ai i pari e t'i lën shokët e tij të gjinden si të mundën. Do të thotë, i dërguari i Allahut i përcolli një herë shokët e vet, ata shkuan në hijret, ata bën hijret, e pastaj pas një kohe, pasi që ata shkuan atje, atëherë ky me Abu Bekrin dhe me disa të tjerë pra e organizuan edhe shkuarjen e tij. Çka kuptojmë nga kjo? Këtu shihet edhe roli dhe pozita, funksioni i liderit të besueshëm dhe të sinqert. Normalisht kemi të bëjmë me pejgamber të Allahut, nuk ka dyshim. Por nëse e shohim në kontekst të ngjarjes, do të themi se ai ishte edhe udhëheqës i komunitetit, bashkësisë muslimane në atë kohë. Pejgamberi i Zotit po, por në të njëjtën kohë edhe udhëheqës i bashkësisë muslimane. Shkuarja e të dërguarit të Allahut, jo në fillim, por pasi që shkoi pjesa më e madhe e shokëve të tij, flet se ai ka qenë i përgjegjshëm dhe ai nuk i ka lënë pas shpinë shokët e vet.
nuk i ka lënë ata të bëjnë çka të duan në atë kuptim, ai të shpëton e ju tjerët si të mundeni gjeni çare. Pra gjenduni, jo, por ai qëndroi i fundit dhe i përçolli të gjithë shokët e vet, e pastaj kur u kry, kur u bind, kur u vërtetua se ata kanë shkuar atje, atëherë pra ai u nis edhe shkoi. Nëse e kthejmë tash në realitetin ton këtë ndodhi, apo këtë moment të kësaj ndodhie, do të shohim se në kohën tonë, president, lider të shteteve, të cilët kanë qenë me nga 20 vjet në pushtet, nëse fillojnë në vendin e vet, do të thotë pakënaqësi, proteste kështu me radhë, ata të parët ikin dhe mbrohen, do me thonë, spari njëherë, nëse duhet edhe për luftë dhe për gjëra tjera, vdesin tjerët, e pastaj ata, pra ata mbrohen me kakret. Por në qoftë se duhet të ikin të parët ata prej vendit. Kjo tregon pra se ata nuk kanë qenë sinqert në kohën kur e kanë udhëhequr popullin e vet. Nuk kanë qenë të sinqert në punën që e kanë bërë. I dërguari i Allahut pra çka, ai nuk la një hapësirë të këtij, por ai i dërgoi së pari shokët e vet që nëse më ndodhen diçka, le të më ndodh mua. Ky është mesazhi. E jo unë të shkoj të shpëtoj, e ju pastaj çka doni të bëni. Pra këtu shihet se normalisht ai i dërguari i Allahut ka qenë, por megjithatë na jep edhe shembullin e liderit të sinqert, liderit të suksesshëm, liderit të besueshëm, liderit kredibil, i cili pra e tregon veten e vete në momentet e rënda të popullit të tij dhe atëherë kur duhet ai të sakrifikohet. Ky moment është shumë i rëndësishëm pra dhe duhet të reflektojmë kur e lexojmë, si dhe ta lidhim me realitetin ton dhe të bëjmë krahasime. Kur ndodhi ajo që u quajt pranvera arabe, jemi dëshmitar se pra për shembull kryetari i Tunisit me parate, me aeroplan special u largua, e la popullin e vet. Edhe raste tjera kemi shumë, që do të thotë se ata nuk kanë qeverisur, por kanë sunduar dhe kanë dashur që ta shtrydhin popullin dhe të mirat materiale të tij, e kur është dashur që të përballen me sfidat, atëherë ata kanë ikur dhe kanë lëshuar. Ose pa ata të rinë diku pas dhe t'i lënë tjerët të sakrifikohen, pra të vritën e kështu me radhë, e ata të fundit ose pa edhe mos arrin deri tek ata palët të cilat janë kundër tyre. Do të thotë ky moment është shumë i rëndësishëm për ta kuptuar realisht drejt se si duhet të jetë një lider. Dhe gjithë ata që sot realisht marrin pozita në çdo institucion që të jenë, po veçanërisht edhe në institucionet fetare realisht, këtë duhet ta kuptojnë, sepse ata thirren në të dërguarin e Allahut, në sunetin e tij, e ky është suneti i të dërguarit të Allahut. Ky është suneti i jetës, suneti i shoqërisë, që i dërguari i Allahut na e ka transmetuar neve, apo na e ka trashëguar neve. Por atë pra, ky moment duhet të jetë pikë reference për ata të cilët marrin pozita, edhe brenda institucioneve islame, që të qëndrojnë dhe mos të largohen atëherë kur u duhet më së tepër me institucionit dhe t'i lënë në baltë edhe shokët e vetë edhe tjerët edhe bashkëpunëtorët dhe veten e vetë pra ta shpëtojnë. Jo, ata duhet jenë të fundit që do të dalin, apo të fundit që do të hekin dorë nga rrugat të cilën e kanë nisur normalisht derisa ajo rrugë është e drejtë. Nuk flasim këtu për rrugën jo të drejtë. Për rrugën e drejtë meriton që të sakrifikohet dhe ata nuk guxojnë pra që të hekin dorë edhe ta lëshojnë frontin, nëse mund të shprehemi ashtu, për qëllim është pozicionin, qëndrimet, por duhet të jenë të fundit nëse duhet të bëjnë këtë.
Pse? Sepse i dërguari i Allahut nuk u largua ai i pari nga Mekka për në Medine, por ai u largua i fundit gati më, pra pasi i dërgoi apo i përcolli të gjithë shokët e vet. Pra ky është një moment shumë i rëndësishëm dhe që reflekton sot e kësaj dite dhe që sot e kësaj dite ne na duhet që atë ta marrim si shembull dhe duhet të jetë pikë reference për të gjithë ata të cilët pra kërkojnë apo marrin pozita. Normalisht kjo do të thotë se zbritet për çdo njëri në pozitën që ai e ka marrë. Ktu nuk flitet vetëm për emigrimin apo për shpërnguljen, por për çdo gjë tjetër pra. Shpërngulja është si shkak, ndërkaq mesazhi, mësimi që del nga ky moment zbritet apo zbatohet në çdo aspekt tjetër gjatë veprimtarisë së njeriut apo gjatë punës së tij në udhëheqjen e një institucioni apo në udhëheqjen e një ideje apo në mbështetjen e një kauze. Momenti i dytë që është po ashtu për të menduar dhe që duhet reflektuar është edhe zavendësimi i të dërguarit të Allahut në shtratin e tij. Për çka është fjala? I dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, kur u largua, normalisht se nuk u largua në atë kuptim që të gjithë ta dinë planin e tij, strategjinë e tij, mënyrën e largimit e kështu me radhë. U bë pra në mënyrë sekrete, sepse kishte rreziqe të mëdha. Dhe i dërguari i Allahut u dash ta lënë një person që do të flej në shtratin e tij dhe ai të largohet. Nga ana tjetër, Mekasit ishin tubuar, kishin kuvenduar fiset mekase se çka të bëjnë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kishin mbajtur një kuvend dhe aty kishin diskutuar gjërë e gjatë se çfarë masash të marrin kundër tij. Kishte pasur propozime nga më të ndryshmet, por gati asnjëri nuk kishte gjetur mbështetje të gjë. Kështu që në atë kuvend kishte prezantuar edhe shejtani personalisht në formë të një plaku prej Nexdi, prej krahinës Nexdit. Do të thotë ata nuk e dinin se është shejtani, mendonin se është një plak prej krahinës Nexdit dhe ai kishte ardhur që t'u ndihmojë në atë drejtim që propozimin më të kopshëm, më të disfavorshëm për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ti nxis që ta pranojnë. Kishin thënë ta burgosin e ta internojnë dikun të kështu me radhë, por asgjë ai nuk kishte pranuar. Në fund ishin marrë vesh që ta vrasin. Kjo është pra zgjidhja më e mirë dhe vrasja mos të bëhet vetëm prej një personi, po të zgjidhen disa të rinj nga çdo fis i Mekës dhe të gjithë me njëherë t'i bien edhe ta vrasin, kështu që familja dhe fisi pejgamberit alayhis salam mos të kenë kujt t'i kërkojnë dëmshpërblim gjaku dhe t'i hakmeren. Dhe ky propozim pra u mbështet edhe nga djalli i fuqishëm, pra nga shejtani, dhe i nxiti ata që këtë ta marrin sepse më të mirë se ky propozim nuk ka. Kështu që ata i zgjodhen këta të ri edhe u dhan armatimin e duhur, shpatat, dhe i dërguan që ta vrasin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kohë tash, pejgamberi alayhis salam, në këtë pozitë që edhe ishte e rrezikshme dhe kishte mundësi që të pson ai që e zaventson atë, u dash ta lënë një person ta zaventsoj atë në shtratin e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra këtu nuk e mori një të huaj talent, pra të rrezikohet ai, por e mori njeriun e familjes së vet, cilin Hazreti Aliu. Ai e zaventsoi apo ai fjeti në shtratin e të dërguarit të Allahut dhe i dërguari Allahut pra bashkë me Abu Bekrin u larguan dhe doli aty para tyre dhe ata nuk e pan sepse Allahu xhallashanu ua mori syt pra.
u mori syt, u bëri perde para syve dhe ata nuk e pan të dërguarin e Allahut. Pastaj u futën në dhomë, duke menduar se ai është aty. Kur e zbuluan pra atë pëlhurën me të cilën ishte imbuluar, e pan se ai ishte Hazreti Aliu. Tash, këtu kemi një moment shumë të rëndësishëm. Momentin e rrezikimit. I dërguari i Allahut nuk shkoi ta merr një person të dytë apo të tretë që atë ta vend në atë vend ku rrezikohej, po aty e vuri njeriu në afërm të vetit, Hazreti Aliu, pra që edhe për nga gjaku e kishte më afër. Tash, nëse kthehemi ne në kohën e sotme, do të shohim se kur njerëzit janë në pozita me ndikim, ata në për funksione, pozita që ku përfitohet dhe ku ka ndikim, i vend të afërmit e vet, dhe kjo quhet nepotizëm. Do të thotë, kur është në pjetje përfitimi, kur është në pjetje benefiti, kur është në pjetje marrja e pozitave që të sjellin dobi e përfitime, atëherë i vjen njerëzit e vet, vllaun, motrën, gjalin e vllaut, gjalin e motrës, kushërirët e tjerë e kështu me radhë, familjarët pra e kështu me radhë, shokët e afërm shumë që i kanë. Por nëse duhet që dikush të rrezikohet, ata nuk i dërgojnë këta, po i dërgojnë njerëzit tjerë krejt. Këta i ruajnë, i mbrojnë. Do të thotë këtë të kundërtën. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë moment që e përmendëm, dha shembull të luftimit të nepotizmit. Pse? Sepse të afërmin e vet, pra gjalin e Axhës së tij, Hazreti Aliun, që ishte i gjakut të tij, nuk është se e vuri atë kryetar ose ministër, por e la të flej në shtatin e tij. Në fakt, në atë pozit kur rrezikohej edhe jeta, nuk shkoi të merr dikë të huaj, por e vu njeriun e vet. Atë e la që ta zëvendësoj, që do të thotë se ai me këtë e ka luftuar pra në një mënyrë, e ka luftuar nepotizmin dhe sot e kësaj dyte, kjo që ka bërë i dërguari i Allahut duhet të shërbej si shembull gjithë atyre pra të cilët marrin pozita, se nuk është të afërmit e tu vetëm aty ku përfitohet dhe ku ka benefite, po duhet edhe aty ku ka rreziqe. E jo ku ka rreziqe ti dërgojsh të tjerët, ndërkaq ku ka benefite ti dërgojsh pra të afërmit e tu. Edhe ky moment nga hijreti i dërguarit të Allahut është shumë domethënës dhe jep mesazhe realisht edhe në këtë kohë, dhe edhe në këtë kohë pra mund të mësohet shumë nga ajo që ka bërë i dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, me rastin e shkuarjes së tij në hijret. Momenti i tretë që po ashtu reflekton shumë për jetën tonë si musliman, është planifikimi. Çka do të thotë kjo? Shikoni, ne fatkeqësisht vuajmë sot, edhe ne si individ, si musliman, por realisht edhe institucionet tona, se nuk i planifikojnë gjërat. Nuk ka një program të mirëfill. Ndodhen që të nisesh në diçka apo të dalësh në mëngjes si individ kur flasim dhe nuk e di se çka do të bësh atë ditë, nuk ke plan. Po kjo është edhe për umetin në përgjithësi. Fatkeqësisht, edhe shumë institucione nuk kanë plan të qartë se ku duan të arrijnë, çka duan të bëjnë, cilat janë pikat e tyre dhe si e zbatojnë më pas këtë plan. Nuk është e saktë thënia se çdo gjë leja Allahut se ti hiç mos lëviz, rri se ai rregullon punën. Kështu si është e thënë, për ta mbulu pasivitetin dhe dembërllëkun, kjo nuk bën. Ndërkaq, për atë që Allahu çdo gjë ka në dorë, po, ai dirigjon me gjërat, por
kjo nuk nënkupton pasivitetin tonë, nuk nënkupton dembellëkun, nuk nënkupton anarkinë dhe mospasjen e planit për jetën. Këtë ta shpjegojmë nga momenti i hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte pejgamber i Zotit, edhe pse kishte mbështetjen e Allahu xhalleshanu, megjithatë ai bëri plan për hijret, për largim, pra nga Mekka. Si? Ai, pra, bashkë me Abu Bekrin, nuk dolën prej shtëpie për ta marrë rrugën e hijretit në kohën kur si zakonisht dilnin arabët në udhtim. Atëherë pra kur koha pak zbutet apo nxehtësia zbutet. I dërguari Allahu doli në mesditë, atëherë kur nuk ishte e zakonshme që të dilet në udhtim tek arabët. Me qëllim pra që mos të bjerë nësi në kohën kur arabët si zakonisht qëndronin në shtëpitë e veta, pushonin nga nxehtit e madh dhe nuk kishin njerëz në rrugë. I dërguari i Allahut pra e bëri në këtë kohë me qëllim që mos t'u lënë hapësirë atyre të cilët dëshironin t'i bënin dëm. Pse? Sepse Mekasit më pas kur nuk do ta gjejnë pejgamberin alayhis salam, do të japin shpërblim të madh. Kush e sjell pejgamberin, të gjallë atë vdekur. Pra shpërblim të madh dhan për ata të cilët o do ta vrasin, o do ta gjejnë, do ta kapin edhe do t'u sjellin atyre. Shikoni pra plani. Pra mbështetja në Allahun nuk ishte shkak që ai mos e planifikoi këtë gjë. Dhe nuk tha se unë nuk kam gajle, mu Zoti më mbron, unë do të dal që atëherë kur dalin të gjithë njerëzit në rrugë. Jo, por bëni plan dhe dol atëherë kur nuk dilnin si zakonisht njerëzit në udhtim. Pra, këtu kuptohet se besimtari i vërtet i merr parasysh masat preventive, i bën përgatitjet e duhura dhe koncepti i besimit dhe mbështetjes në Allahun xhaleshanu, koncepti i drejt nuk e përjashton marrjen e masave, përgatitjen dhe bërjen e planit. Mos e mendoj dikush pra se të bësh planet, ndërmarrish masat e duhura, është kundër Zotit që. Zoti që ka thënë do të bëhet. Zoti që ka thënë do të bëhet, po Zoti i ka dhënë këto shembuj përmes të dërguarit të tij, ta kuptojmë se ne megjithatë duhet të planifikojmë gjërat, të ndërmarrim masat e duhura e jo të rrim pasiv, jo të rrim parazit, jo të jemi anarkik në atë kuptim që kur gjë nuk bëjmë, çka dale në dale. Kjo nuk është natyra e muslimanit. Po ashtu, në këtë pikë shumë e rëndësishme, i dërguari i Allahut, pra bashkë me Abu Bekrin, nuk e morën rrugën e zakonshme që ishte që e ndiqnin njerëzit që udhtonin për në Medinë. Do të thotë, kishte një rrugë që dihet ka shkonin, por i dërguari i Allahut nuk shkoi andej. Zgjodhi rrugë tjetër, andej nga nuk shkonin njerëzit si zakonisht. Do të thotë, e ndroi edhe drejtimin që e rrugës për të arritur deri në Medinë. Edhe kjo hin në planin e tij, apo në masat e ndërmarra, në masat e planit të tij për të ikur ballafaqimit me njerëzit, me kundërshtarët dhe armiqet e tij. Po ashtu i dërguari i Allahut, pra, u ndal në shpellë, në shpellën Theu, aty qëndroi disa ditë bashkë me Abu Bekrin dhe pastaj e vazhdoi rrugën për në Medinë. Edhe kjo ishte një pikë e planit të tij për të ikur pra ballafaqimit me kundërshtarët. Tash, çka është edhe këtu është shumë interesante. Gjatë qëndrimit të tij në shpellë, ai kishte nevojë edhe për logjistik në kuptim të ushqimit, por kishte nevojë edhe për informata se çka bëhet në Mekë dhe çka bën njerëzit dhe çfarë ndërmarrin idhujtarët. Ai e përgatiti këtë, ai i ndërmori këto masa dhe e angazhoi një bari devesh që ai aty rreth shpellës, pra në atë hapësirë, në atë territor, ti kullot devet e veta dhe ti sjell aty edhe ushqim, po në të njëjtën kohë
edhe informata se çka ndodhen në Mekë, çka flitet dhe çfarë kanë ndërmarr Mekasit idhujtar. Dhe ai e bëri këtë pra. Edhe u dërgonte qumsht pra ushqim derisa ishin në shpellë aty, po në të njëjtën kohë u jepte faktikisht edhe informata se çka bëjnë Mekasit, çka flitet në Mekë dhe çfarë kanë ndërmarr ata. Ai i lajmëroi edhe për kampanjën e idhujtarëve të Mekës që ta zënë pejgamberin alayhis salam, në fakt shpërblimin e madh që e dhan 100 deve për atë i cili e sjell o të gjallë o të vdekur të dërguarin e Allah. Shikoni, edhe kjo pikë është shumë e rëndësishme. Këtu mund ta lidhim me çështjen e shërbimit kundër zbulimit. I dërguari Allahut pra e mobilizoi këtë njeri që t'i sjell informata pa e ditur Mekasit dhe pa e kuptuar. Do me thonë, ai si bari devesh, ndërkaq roli i tij ishte që t'i sjell informata të dërguarit të Allahut. Kjo duhet të ekzistojë edhe sot e kësaj dite tek muslimanët pra. Ti bëjnë mirë planet dhe ti marrin parasysh të gjitha aspektet. Ti ndërmarrin të gjitha masat e duhura dhe në të gjitha fushat të jenë të specializuar. Pra, mos të lënë asnjë fushë të shprazën këtë drejtim. Muslimanët duhet të mundohen që çdo shpraztir ta mbushin. Veçanërisht edhe institucionet të shumë më rëndësishme. Institucionet edhe në botën islame, po edhe muslimanët ndoshta ku nuk janë shumicë, edhe në vendet tona ku janë autokton faktikisht. Institucionet islame duhet punojnë në përgatitjen e kuadrove për të gjitha fushat. Jo vetëm në fushën e teologjisë themi, por duhet të mundohen pra edhe në fushat tjera të kenë ekspertët e vet. Të kenë njerëzit e vet të cilët do t'u ndihmojnë atyre që pra me sukses ta kryejnë rolin e vet, sepse jeta është e ndërthurur kështu pra. Nuk ti si institucion nuk mund vetëm hoxhallar të ke, sepse kërkon edhe jurist, kërkon edhe politolog, kërkon edhe ekonomist, kërkon edhe komunikolog, kërkon edhe sociolog, pra për gjitha fushave, nëse do me të vërtet ti si duhet ta kryesh funksionin që e ke në shoqëri, sepse kështu është jeta pra, me të gjitha këto aspekte. Pikrisht, ajo që i dërguari Allahut, pra mobilizoi njerëz që do t'i sjellin, njerëz që do t'i sjell informata dhe logjistik, flet që ky aspekt është shumë i rëndësishëm për musliman në përgjithësi dhe veçanërisht për institucionet islame në veçanti. Pra, krejt kjo, çka është? Krejt kjo flet për nevojën e planifikimit të gjërave. Pa pasur plan, afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë, pra nuk mund të arish suksese. Nuk mund dhe të jetojmë më ajse dita e re në fakt e re. Jo, muslimanët faktikisht edhe në kuptim individual, edhe në kuptim familjar duhet të dinë gjërat që ku don ai të arije. Çfarë e pretat nesër pas nesër në fund vitit e kështu me radhë. Po edhe në nivel institucional dhe shtetëror duhet pra të kenë planet e zhvillimit për shoqëritë e veta, veçanërisht në këtë kohë dinamike që më pra ndryshimet janë të sekondës e nuk janë të viteve. Pra kërkohet një mobilizim nga të gjitha aspektet, sepse jetojmë në një kohë që me të vërtet shumë parametra kanë ndryshuar dhe ne nuk mund të rrim në vend edhe nuk mund të thirremi me metoda apo me logjike cila ka qenë ndoshta për një kohë efektive. Sot kanë nevojë muslimanët, institucionet islame, po edhe lëvizjet islame të cilat veprojnë për rishikimin e prioriteteve të veta dhe adaptimin me zhvillimin e sotëm që ndodh dhe me ritmin e jetës që ndodh, me atë që kërkon koha dhe me ndryshimet të cilat kanë ardhur si rezultat i këtij revolucioni, veçanërisht në fushën e mediumeve,
po ashtu edhe të inteligjencës artificiale e kështu me radhë. Krejt kjo nuk është e huaj për ne, nuk është se kemi zbuluar diçka të re. Pra, krejt këtë ne e kemi dikund. Dhe kur themi suneti pejgamberit, si burim i dytë i shariatit, në fakt nuk është suneti vetëm në namaz gishtin ta lëvizish apo mos e lëvizish kur e ngren në etehijat, ta mbash deri në fund apo ta ulish. Nuk është vetëm ky suneti pejgamberit. Kjo është në këtë aspekt, po, por suneti pejgamberit ka një kuptim më të gjerë, nënkupton edhe planifikimin, ja pra siç e ka bërë ai kur ka shkuar në hijret, të thot edhe ajo është pjesë e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Strategjia, planifikimi, programi për çdo gjë, detajet e programit, mënyra se si e trajton çështjen, masat që i ndërmerr për t'i realizuar qëllimet e tua, krejt këto pra janë pjesë e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo realisht që vuajmë ne si musliman sot është se sunetin e pejgamberit e kemi e kemi kufizuar vetëm në aspekt të disa lëvizjeve në namaz. Vetëm me këtë e kemi bërë sunetin e pejgamberit, ose të pamjes së jashtme, duke i haruar apo duke i neglizhuar, duke mos i përfshirë edhe aspekte tjera. Gjithsesi pra, duke mos e futur në konceptin e përgjithshëm të sunetit të pejgamberit edhe jetën shoqërore, komunikimin, masa që duhet të ndërmeren, realizimin e planit e kështu me radhë, sfidat e kohës. Krejt kjo si është përballuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ashtu duhet edhe ne sot ta bëjmë një gjë të tillë, sepse edhe kjo është pjesë e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra suneti është një nocion shumë i gjerë. Dhe ta ndjekish sunetin e pejgamberit nuk do të thotë që vetëm në aspektet të caktuara, vetëm në namaz, në disa lëvizje, dhe atëherë thuhet tash unë jam me sunet, falem edhe u kri puna që e bën. Jo, ndërkaq në aspektet tjera të jetës as pak nuk e zbaton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot neve na kërkon kjo aspekti shoqëror sunetin. Na kërkon komunikimi sunetin. Na kërkon këto rrjetet sociale sunetin. Na kërkon planifikimi sunetin. Krejt këto janë pjesë e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe në të gjitha këto fusha gjen hapësirë suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se pikërisht edhe ajo që ka bërë i dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, për në hijret, mënyra se si e ka organizuar rutimin, po ashtu është pjesë e sunetit të tij, e praktikës së tij, e përvojës së tij jetësore, e mësimeve të tij që na i ka trashëguar dhe nga të cilat pra ne marrim mësim. Unë për sonte do të kisha përfunduar me kaq, duke thënë se na kanë ngelur edhe disa aspekte tjera që na duhen realisht, po ndoshta inshallah në ligjëratën e ardhshme do të mundohemi të elaborojmë. Pra do të ndalem me këtë, duke ja lënë tash juve në studio nëse keni pyetje apo shtesa në lidhje me këto që i përmendëm. O gjëmëdi, Allah që më bleft për legjëratën, po kemi disa pyetje që do t'i bëjmë lidhur me këtë temë, po prakisht para se ti marrëm pyetjet e dëgjuesve, do t'ju informoj edhe një herë se ata të cilët dëshirojnë të inkuadrohen drejt për drejt mund të inkuadrohen nëpërmjet numrit e telefonit siç e keni në ekranet e juaja, nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit, pra është +44 7533 878766 +44 7533 878766. Mund të kontrolloni gjithashtu edhe nëpërmjet TikTokut live ku jemi live dhe në live-in ton pra të TikTokut. Mund të kontrolloni drejt për drejt aty, nëse keni dëshirë t'i bëni pyetjet me zë, përndryshe mund t'i bëni edhe në shkrim aty në komente, por gjithashtu mund të na shkruani edhe nëpërmjet Facebookut tim personal Shpëtim Sjarina, ku aty jo marrim pyetjet e juaja dhe ja lexojmë hoxhës së nderuar. Pra tema edhe një herë ju kujtoj se është mësime nga rrugëtimi i hijretit. Mirë, që
derisa do të presim një inkuadrim të drejt për drejt, atëherë morrim pyetjen e parë, të çka është përfitimi ose urtësia sot nga hijreti që ka ndodhur atëherë. Përfitimi nga hijreti që ka ndodhur atëherë është se edhe ne sot duhet të bëjmë hijret, por ky hijret nuk është hijret i territorit, në atë kuptim duke u transferuar prej një territori në territor tjetër, por është hijret i gjendjes dhe situatës, nga një gjendje në gjendje tjetër, nga një situatë në një situatë tjetër, nga një realitet në një realitet tjetër, nga gjendja e letargjisë në gjendjen e aktivitetit dhe zgjuarjes, nga pasiviteti në aktivitet, nga moslëvizja në lëvizje, nga anarkia në organizim, nga lënia e gjërave pas dore në marrjen e gjërave në dorë, nga mos vënia e prioriteteve në vënien e prioriteteve, nga ndalesat apo nga kryerja e gjërave të ndaluara në praktikën e tyre dhe kryerjen e asaj me çka Allahu xhaleshanuhu na ka urdhëruar. Pra krejt këtë mesazh e ka hijreti, sepse edhe vet i dërguari Allahu qartë e ka thënë se muhaxhir është ai i cili largohet nga ajo që e ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu. Musliman i vërtet është ai ngaduar dhe gjuha e të cilit janë të mbrojtur muslimanët tjerë, dhe muhaxhir pra i shpërngulur i vërtet është ai i cili bën hijret nga ajo që Allahu xhaleshanu e ka ndaluar në atë që Allahu xhaleshanu është i kënaqur me të apo e ka urdhëruar. Pra këto janë përfitimet e hijretit krahas aspekteve tjera që disa prej atyre në këtë ligjërat i përmendëm, siç është nevoja e organizimit, planit e kështu me radhë, sepse për fat të keq ende dëgjohen në mesin e muslimanëve çështje të tilla që planifikimi nuk e vën, po thot vetëm mbështetu në Allahun edhe dil, pa i marr masat e nevojshme, pa i bër hapat e duhur, pa i ndërmarr të gjitha ato gjëra të cilat e bëjnë që një veprim të jetë i suksesshëm. Normalisht do jetë duke u mbështetur në Allahun xhaleshanu. Në fakt pra hijreti është dalje nga një realitet i dobësisë dhe mos organizimit në mënyrën e organizuar të jetës, sepse në Mekë muslimanët ishin një komunitet ku sundoheshin nga të tjerët e udhëheqnin. Me shkuarin e tyre në Medinë, aty dhanë shembull, pra jo vetëm si grup, por në të kuptim si një grup brenda një shoqërie ndryshe prej tyre, por tash si udhëheqës të shoqërisë së re, ku ata e kishin themeluar faktikisht pra edhe qytetin e parë. Do të thotë hapat që ne duhet t'i kemi parasysh për të arritur në qëllimet tona, si dhe me rëndësi janë shumë prioritetet dhe transferimi ynë nga një gjendje në gjendjen tjetër. Ky pra është mesazhi kryesor i hijretit edhe për kohën e sotme. Nuk duhet të kuptojmë hijretin vetëm ndrim të vendit, por duhet të kuptohet ndrim dhe ndryshim i realitetit. Pyetja radhës është çfarë bëri hijretin një pikë lidhëse apo pikë kthese në historinë e Islamit? Për shkak se me kalimin e muslimanëve në Medinë, tashmë ata nuk ishin vetëm si objekt i historisë, por u shndruan në subjekt dhe hartues të historisë. Ata vendosnin për veten e vet e nuk vendosnin idhujtarët për ata. Tashmë kur vinte dikush në Mekë, nuk duhej të shkonte te paria e Mekës dhe aty të ketë edhe shumë pengesa për muslimanët, sepse edhe nuk mund të takoheshin, bëheshin propaganda. Tashmë shkonin direkt te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shkonin direkt te udhëheqësia dhe më muslimanët u paraqitën në arenën botërore si entitet i organizuar, edhe me udhëheqësi, edhe me ushtri, po bile edhe me diplomaci.
sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veç më vuri edhe marrëdhënie diplomatike duke u dërguar letra mbretërve dhe udhëhecëve të shteteve të cilët ishin përreth. Pra kjo e bëri të veçantë atë. Mori një pamje të re tashmë muslimanët si në arenën botërore dolën si palë serioze dhe dolën si entitet me të gjitha elementet e nevojshme që i takojnë faktikisht një shteti. Përfshi këtu pra edhe marrëdhëniet diplomatike që i dërguari Allahut i vuri, e që nuk ishte rast derisa ata ishin në Medinë. Do të shkojmë pra me pyetjen e radhës. Cilat ishin shkaqet kryesore që e detyruan profetin alayhi salatu wasalam të largohej nga Mekka? Do të thotë ky është ligj i Allahut. Para se të flasim për shkaqet, ky është ligj i Allahut. Kështu deshi Allahu xhaleshanu që zhvillimi i muslimanëve i ummetit të ndodh në 2 faza. E para në Mekë dhe e dyta pra në Medinë. Kështu ishte ligji i Allahut që atje të themelohet shteti, sepse këtu nuk kishte mundësi, nuk ishin rrethanat edhe kushtet, dhe më pas të kthehen e tashirojnë Mekën dhe me këtë pra historia islame të ndahet në 2 pjesë. Normalisht aty është dhuna sistematike që idhujtarët e ushtronin mbi muslimanët, padrejtësitë e mëdha, pengesat e mëdha, propaganda e madhe dhe që muslimanët nuk mundnin ndryshe pra ta vërtetojnë të kundërtën në ato rrethana, kështu që ligji i Allahu xhaleshanu dhe urtësi e tij që gjithë kjo të realizohet me transferimin e tyre në Medinë, ku tham veç më morën një pamje tjetër dhe filloi të fryjnë një erë tjetër dhe muslimanët më nuk shiheshin si një grup i vogël, por u bën subjekt i rëndësishëm, u bën palë në arenën ndërkombëtare. Tash do të hyjmë disa pyetje më shumë rreth të përgatitjes për hijretin që bëri Muhamedi alayhi salatu wasalam. Do të edhe pse i dërguari Allahut kishte mbështetjen e Allahut, ai mori çdo mos të mundshme gjatë hijretit. Çfarë na mëson kjo për raportin mes mbështetjes tek Allahu dhe marrjes së shkaqeve? Këtë besoj se edhe gjatë ligjëratës e përmendëm. Kjo është ajo që e bën atë dallimin mes konceptit të drejtë të mbështetjes në Allahun dhe konceptit të gabuar. Mbështetja në Allahun, në konceptin e drejtë pra të saj në Islam, nuk nënkupton mos ndërmarrjen e masave të nevojshme. Ndërmarrja e masave, bashkëveprimi i njeriut me krejt këtë që ndodh është pjesë e ligjit të Allahut dhe element i rëndësishëm i mbështetjes Allahut, siç e ka thënë edhe vetë i dërguari i Allahut atij personit i cili ka ardhur tek ai, lidhe deven, pastaj mbështetu në Allahun. E jo të thuash e lash deven pa lidhur jam mbështet në Allahun. Jo, nuk pranon domethënë këtë logjik të mbështetjes islame. Lidhe deven dhe mbështetu në Allahun. Ndërmeri masat e duhura, bëri përgatitjet e duhura, bënë atë që kërkohet prej teje. Planifikoj gjërat si duhet dhe mbështetu në Allahun xhaleshanuhu. Ju rikujtoj edhe një herë se ju që jeni në panel të TikTokut mund të inkuadroni me zë për t'i bërë pyetje hoxhës, nëse keni dëshirë, thjesht vetëm hapni mikrofonin dhe kështu e marr si sinjal se doni të bëni një pyetje. Do të kisha lutur ta kesh parasysh kohën se këtu na afrohet tash jacia. Besoj se inshallah do të mund ta rumbullaksojmë. Okej, mund të marrim edhe ndonjë pyetje apo jo? Po, mund të marrim edhe një di eventualisht. Në rregull. Atëherë, siç thash pra, ju që jeni në panel TikTok nëse dëshironi mund të bëni pyetjen me za, përndryshe do të shkojmë me të pyetjet që kemi me shkrim këtu. Çfarë roli luajtën shokët e profetit në suksesin e hijretit, si Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Aliu, Esma bint Ebu Bekr dhe Abdullah ibn Abu Bakr radhiyallahu anhu. Po,
rastin e esmos, ndoshta inshallah në ligjëratën e ardhshme do ta elaborojmë. Këtu kemi elementin grua. Do të thotë përgatitja e hijretit nuk ka qenë vetëm elementi burr, por kanë qenë të kyçura edhe gra, dhe kjo shihet pikërisht nga familja e Ebu Bekrit, që të gjithë kanë qenë kyçur për suksesin e hijretit. Pra përfshi edhe gra, dhe këtu shihet roli gruas që ka pas në hijret realisht. Nuk ka qenë vetëm i burrave, por edhe i grave. Po ashtu edhe Hazreti Aliu me prezencën e tij në shtratin e pejgamberit. Ebu Bekri radiallahu anhu, shoqërimin që ja ka bërë pejgamberi sallallahu gjatë rrugës për në hijret e kështu me radhë, krejt kjo tregon se shokët e pejgamberit kanë qenë maksimalisht të përkushtuar dhe të mobilizuar që hijreti faktikisht të jetë i suksesshëm dhe mos të arrijnë idhujtarët ta realizojnë qëllimin e tyre për kapjen apo vrasjen e të dërguarit të Allahut. Dhe do të shkojmë dhe me një pyetje tjetër. Momentit në shpellën Thaur është një nga ngjarjet më prekse të hijretit. Çfarë mësimi duhet të nxjerrim nga fjalët e profetit alayhis salatu wassalam ku tha mos u pikëllo, Allahu është me ne. Kjo është shpresa. Asnjëherë besimtari nuk duhet ta humbë shpresën dhe çdo herë duhet të mbështetet në Allahun xhaleshanu, se në fund gjërat i ka në dorë Allahu xhaleshanu. Pra mos u pikëllo, mos i humb shpresat, se ai që është në të drejtë atë mbështet Allahu xhaleshanu. Dhe nëse ne jemi besimtar të denj, ashtu thot Allahu xhaleshanu, wala tahinu, mos do psoheni, wala tahzanu, mos u dëshproni. Ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar të denj, pra. Edhe këtu është ajo, nëse ke mbështetje të fortë në Allahun xhaleshanu, nuk duhet ta humbi shpresën asnjëherë, sepse gjërat në dorë i ka Allahu xhaleshanu. Çfarë sakrifice kërkon besimi i vërtet nga një musliman duke parë shembullin e muhaxhirëve? Kërkon sakrifica edhe materiale, edhe shpirtërore, edhe intelektuale, edhe organizative. Krejt këto i gjejmë te rasti i hijretit, kur disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndihmuan materialisht, disa të tjerë në mënyrën e organizimit, disa të tjerë me ideet, me mendimet e veta për mënyrën se si duhet të zhvillohet hijreti e kështu me radhë, disa me familjet e veta si rasti i Ebu Bekrit, pra kërkon sakrifica të natyrave të ndryshme. Mirë, atëherë për shkak të kohës, pra po e përmbyllim këtu emisionin në qendror, nëse mundesh do disa fjalë përmbyllëse në lidhur me temën që leqërove. Ashtu pra, hijreti është një gur mesazhesh. Gur e kam për qëllim burim mesazhesh, mësimesh dhe urtësish. Dhe ne kur e lexojmë ndodhinë e hijretit, duhet aq tepër të thellohemi sa që mos të lëm asnjë detaj pa e sjell në jetën tonë të përditshme. Për shkak